Selam aleikum, unë jam Arsimi. Kjo është emisioni Njeriu të Sharit, kjo është maca e jon, e ka emrin Muize. E kemi marrë vetëm për ta bani video. Shte kjo duhet shkoje se nuk I rrehet. Hajde. Shko. Kjo është emisioni Njeriu I Sharit. Ne në Shar pa dyshim kemi e në përveç se kemi përgjithësi e në për viti, e në për familje, e në për rrethin, normal kemi përgjithësi e në për hajvan, për kafsh, për shtas, për shpes. Kjo është sebeb se krijuesi na ka dhënë neve logjikën, ne duke e përdorur ata, ne duhet kujdesen e në për viti, kemi përgjithësi e në për viti, kemi përgjithësi e në për tjerët, normal. Për ato kur vdes dhe kushi, I lipin halalej. I lipin, ja bëjni hakin halal, dhe me a jeni ju dëshmitar të asaj se ki e ka dhënë atë përgjithësin e vete. Kështu që ajo unë sot që duhet marroj para jush, është një mënyrë për t'i ushqejt bilbilat. Herën tjetër e kemi marrë një asaj qerdhe për bilbila, këtë herë duhet ta marrojna një asoj se si t'i ushqejmë ato me grun ose me kullumoq, gjitho kofta jo. Sebeb është kjo se shtaj për shembull me grun, nuk ose me lën shumë kushi, po e në është mungesë e ushqimit për çdo kafshë gjinare thonë. Shembull përpara ka kanë ari, e në atë ke ari u kolla ka pat taxhi, ka pat asaj bure për t'i lanë ushqimin që ka të pra, ka ardhur një mac, ka ardhur një qenë ka hangër, ama shtaj ne kemi asaj kanta të jeshilta, e na jo pengesë për kujdesin ndaj hajvanëve. Faktikisht na bie më shumë punë neve që duam me të vërtet kujdesen për ato, se normal një pjesë kujdeset, një pjesë jo, po ka një pjesë që ju bën dëm veçanërisht, ne jemi pe ative që kujdesen për ato. Shtaj unë si njeriu I Sharit, normal, mbie një përgjithësi ta marroj një, e nëpse e kam, kjo është dëshkoj dhuratë të dikushi, të një dashamiri I natyrës, po nëpërmjet kësaj ndoshta e ne ju inspiroheni e ne u marrëni na përshpej atuja si callit kese kanë kështu, gjithë kesën bilbilat ku të hanë, kesën një umut për ato. Këtë si ide unë e kom pi një personi shumë vlerë ka të une, është profesor Burimi, ai kujdeset që ndoshta 5-6 vjet, 10 vjet që kujdeset për ketë ato bilbilat e zonës vete, dhe mundohem të marrën e pamjen e pi muhallës ati se si ai kujdeset për bilbilat e në përplamat e asaj muhallë, ai ma ka mësau mu këtë formë, shtahin nëpërmjet këtij emisioni e në ju ndoshta e mësojni, e në është qif, është shumë qif, është fun të marroj, shtu e marrani po mrapa kur dhe e varish, kur t'i gjajsh një vend në lamë, shijoj një epizodën, mos harroni ta bëjni subscribe chanelin, e në ta shpërndajni se mund mësoj e dikushi, ne ma jemi vetëm se familje e Sharit e njëm shumë faleminderues, nda ju shpelesa jemi ba në ditën kur dhe shpërndahet epizodën normal 1400, 1500, kujdehet, qëndrojni me ne, shijoj një epizodë. Për të ba këtë projekt, normal dhe na dohen 2 shishe, në këtë formë, e treta shishe është veç kraja, dhe kuptojni gjatë procedurës, e në na duhet, unë e kum zjedh një burë, një shtanë për të marrë, po ka forma tjera, mundet një kapak kove tjese, për nëse veshën në vend të thatë, për këtë s'ka nevoj hiqë, se unë këtë dhe e presë, e në dhe e përdori që mu se lagje shefi grunin, atë ku dhe e ve, unë dhe e ve në shaj, ju mund përdorni, ose mundet mos përdorni hiqë kur gjanë.
ky sistem e ka një gjë interesant se këta në momentin që i ha bilbili, kjo derdhet. Do me thonë, nëse kjo gjipejkën të posh është ma posh se kjo këta, atëherë kjo s'derdhet, qëllo, rrenë nivelin e asaj. Në momentin që një bilbil vjen këta hunxhet e ne ha, atëherë kjo vetë kjo mushët, e ne nuk derdhet, nuk pekën posh, rej në shkët nivel rej. Do me thonë, në momentin kjo, gjë është ma posh se që kjo, atëherë dëraj në nivelin e asaj. Kjo është filozofia e kësaj, sa të hanë, qaq derdhet, nuk duhet më shumë. Kjo është projekti që bona për t'i ushqet bilbilet, se normal në takon neve, për sebeb se ne kemi logikën e ne mora e kemi të përdorim për t'i majtë në kontrol çdo gjë që është krijau për shërbim të njeri. Neve na bie që kujdesena për hajvant, e ne e bëm këtë, inshallah kjo dhe e zane dhe e gjaje vendin e vet. Faleminderit që e ndjekët këtë epizod, mos harroni ta bëni subscribe channelin, të shpërndajni videon e ne të bëni like normal nëse ju pëlqen, po nëse u pëlqen më të vërtet, atëherë mundet e ne ta marrojni. Do me thonë kjo pak e shumë si ide, si cali mund ta modifikojë në bazë të asaj se si e ka idena. Ne këtë dhe e varim për jashta, shefnja se si dhe e varim e në gjatë ditëve në vazhdim, nëse mundi ta inqizemi bilbil të hangër pikta dhe e shpërndajnë ata me ju. Selam aleikum.